Sherr mes disa personave në qytetin e Vlorës, plagoset me thik 30 vjeçari raportohet në gjendje kritike, shoqërohen disa persona të dyshuar. Shërbimet e policisë Vlorës kanë bërë të mundur identifikimin dhe shoqërimin e personave të dyshuar të përfshirë në këtë konflikt në ambientet e komisariatit të policisë Vlorës, edhe për të identifikuar edhe shkaqet e vërteta të kësaj ngjarje. Gjithçka ka ndodhur rreth orës 20 të së hënës në mbrëmje në lagjen 24 maj, gjatë një konflikti midis disa personave, ndërsa ka mbetur i plagosur me mjetprerës një 30 vjeçar. Burime nga Spitali i Vlorës konfirmojnë se i plagosuri me iniciale BS, 30 vjeçari ndodhet aktualisht në Spitalin Rajonal të qytetit të Vlorës nën kujdesin e mjekëve, ndërsa mësohet se është në gjendje të rëndë për jetën. Shërbimet e policisë kanë bërë të mundur identifikimin dhe shoqërimin më pas të personave të dyshuar të përfshirë në këtë konflikt në ambientet e komisariatit të policisë Vlorës. Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e ngjarjes dhe dokumentimin ligjor të saj, ndërkohë që burime nga policia e Vlorës kanë bërë me dije se gjithçka ka ardhur pas një konflikti për motive të dobta. Një sherr i cili ka nisur në ambientin lokal midis disa personave ka përfunduar në plagosjen e njërit prej tyre, ndërsa 30 vjeçari mësohet se ka marrë 2 plagë në trup.